Mendoj që ka mundësi që i ka bo për arsye edhe të angazhimit të zotit Kurti në fushat, sepse mendoj që zotit Kurti me angazhimin e vetë në fushat nuk është një figurë që mund efton votuesin e PDK-s me i dhonë vot kandidatit vetë. Kështu që përfshirja e tij non-stop në fushat, s'va e konsideroj ke që domon ai duhet me bo gjysën e fushatës, dhe përfshirja e tij mendoj që ka penalizu. Konsideron sulmet personale ndaj është. Shika, ajo është tani ajo dinamik është lëvizja vendosje është bo nga ajo që u quajt një lëvizje kanë tentu me kornizu vetën si lëvizje progresiste o bo një lëvizje bullizuese. Domon atë nuk ka asnjë dilemë, domon në çdo mundësi ata kanë me tentu me bullizu dikon, kanë mënu me ofendu dikon, nuk vije kjo veç në një pozicion, është sistematike. Nuk ka person në politikë që mirët në politikë, që është në opozit, që nuk është sulmu në nivel nga lëvizja vendosje. Nuk mund shme gjithë një. Pra, në krejt spektrin opozitar, nuk mund shme gjithë një person që mire, që ka një karakter publik më të fuqishëm, që lëvizja vendosje në një formë apo tjetër nuk e ka sulmu në çfarë lloj forme që ka mujt. Kështu që ajo është, si më thonë, taktik e lëviz vendosje dhe nuk më habit mu, sepse ata kanë marrë këtë formë. Nuk o çudi, nuk është një herë. Nuk është se kanë bëjmë me një individ. Ajo është pjesë politike e cila gjeneron një bullizëm, gjeneron një sulm personal ndaj kujdo që konsiderojnë ata që mundet mi hub vot. Pra, nuk e sulmojnë ata në politika me thonë ati diskutojnë planet. Se ne kemi mendu një plan e kemi matë mirë se ju. Do ma e kemi dëgju në herë. Asë një herë. Pra, për mu, andajëm kogja imunën e ndaj sulmeve që mi ka po lëviza vendosje edhe si ministri shëndetësisë, edhe si mandej si kështu me radhë, gjithmonë si kandidat, dhe në fund, me tregu drejtën për mu, rezultatin Prishtinë është shpresdhënës për këtë rezultatin nacional. Sepse në qëfëse na kemi mri në Prishtinë me u bo në një vend ku na e dim krejt, tereni për PDK ka qenë jashtëzakonisht i vështirë. Qëfëse ne rrim... Një katolik për kryetar të Riyadit. Sa pak Qatu. Edhe... Pak shumë, krasemi pak qëndrushëm, po izashëm me gjithat. Mirë po, kur e shonë rezultat në Prishtinë, unë jam i bidën që edhe zotri Hamza ka me pas po ashtu rezultat jashtëzakonshëm, që e tha dhe vetë në fillim që në rezultat historik, sepse rezultati Prishtinë ka qenë rezultat historik. Edhe mendoj prapë që zotri Hamza ka me pas rezultat historik, sepse tregon që ka në nivel të Kosovës. Unë e kom përjetu në Prishtinë. Edhe ndoshta duke përjetu pak ma herët se të tjerët, e kom një perspektive cila është më shpresdhënëse për PDK-n. Po që po lëvizin... Unë menoj 100% që jo elektorati, po që qytetarët në Kosovë e shohin Partinë Demokratike si një parti të mundshme, shumë të mundshme me votu. Tash dhe në të ardhmen. Unë e shoh kohën e PDK-s në çdo zgjedhje duke u rrit. Pra, tavani i cili e ka mbajt PDK-n, për si me thonë disa vite, ai tavan është largu. Natyrisht unë nuk po thëmë që vinë vota tani me automatizëm. Ti dush me punu për to. Se shtash unë e kom dërtu një ekip, kom bu një ekip 70% të listës tem, kanë garu për herë të parë në Prishtinë. Pra, kanë qenë njerëz të cilët nuk janë marrë fare ndoshta me politikë, po e kanë ndesh me botë mirë shoqërisë. E njëjta ka më ndodhur PDK-n. Mirë po, ne kemi me pasur rezultat historik tani, dhe kënë nuk ka me qenë fundi rezultateve historike të PDK-s. Po nuk të arrim ne tavanin kësa here. Ne do të rritemi jashtëzakonisht shumë dhe do të vazhdojmë me u rritë. Okej, do të flasim për 28 dhjetorin, po duhet pak unal të ndryshimet që ka ndodhur në kreun në PDK-s. Pra, ju jeni edhe mik mbi gjitha me Memli Krasniqin. Pra, Memli dha dorëheqje pak ditë para se të nisë fushata për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kryetar u zgjodh Bedri Hamza, që keni përjetu këtë kalim, edhe a besoni që PDK-ja pra ka vepru mirë që, ose si e konsiderën aktin e Memlit, pra për me vendos pra që për në shoj rrugë, le ta merë dikush tjetër për këtë fushat. Mendoj që e ka tregu karakterin e Memlit, që Memli gjithmonë ka qenë një person që i ka besu kauzës, të mirës Partisë Demokratike të Kosovës, të mirës për shoqëri. Pra ka po vetën gjithmonë si një instrument i cili është brenda PDK-s për një rezultat më të mirë, për një mundësi me bo në shoqëni, shoqërinë tonë me mri suksese më të larta. Dhe mendoj si tillë ka konsideru. Mendoj që ka konsideru që ka përfundu një etapë, që ka qenë shumë e vështirë,
jashtëzakonisht shumë e vështirë. Jemi rrit gjithmonë edhe gjatë kohës me Memlin. Dhe ka po të rëndësishme me jallon një impuls të caktuar PDK-s që vije me një kryetar të ri, që vije me kandidatin për kryeministër duke qenë mos me pas fare dualizëm, po me pas një kandidat, pra që e forcon kandidaturën e tij, themi edhe jashtë opinionit publik ndoshta më shumë se sa brenda, sepse ne brenda kur s'kemi pas asnjë lloj përçarje në mes apo krize apo çfarë do lloj diskutimi se a është Memli apo Bedria, dhe asnjëherë nuk kemi pas presion të tillë. Po ka qenë një vendim i Memlit edhe mendoj që ka qenë vendim, po them prap, mendim strategjik i tij, me forcu PDK-n si një instrument me i bë mirë shoqërisë. Edhe mendoj që ka bërë mirë dhe unë në 100% kam qenë për çfarë do që ai kishte vendosur. Bedria ka qenë një person që na, si me thonë, e njohëm, është pjesë e jonja, nuk kena të folë. Po, mande Bedria po është një njeri i, si me thonë, i tokëzum edhe i rritur me PDK-n në kuptimin e jo biologjik, po në kuptimin e karrierës vet politike, pra është pjesë e PDK-s pa ndashme që nga fillimi, që nga themelimi i PDK-s. Kemi punu bashkë, unë kam qenë shefi fushatës ti në zgjedhjet e kalume, kështu që adin e kom ditë gjithçka që për mu, pra po thëm, është e rëndësishme më kuptu që Partia Demokratike e Kosovës është e vedishme që jemi duke kalu një fazë, si me tonë, jemi duke i kalu ato mujt dhe vitet e vështira të cilat i kemi pas në opozit, dhe jemi duke kalu një fazë ku jemi duke u bo adres për shumë njerëz, qoftë edhe për ata që nuk na votojnë sot, jemi duke u bo adres e qartë e alternativës politike në Kosovë. 5 minuta për du me folë për ato çfarë i parapriu pra listës zgjedhore të PDK-s. Bedri Hamza, pra momenti kur e zgjedh kryetar, era atej Drenosin, era atej Kaçanikun, pra i shu disa zjarre, kështu që kishin vatra zjarre që kishin shpërthyer në Partitë Demokratike të Kosovës, dhe boni një listë për cilën u lavdrua në fakt, sidomos 10-sha që përfaqëson rajone këtë Kosovën, e jo vetëm një rajon për çka është kritiku Partia Demokratike të Kosovës, por një prej gjonave që ishte pjesë e këtë gjatë periudhës kur hartun lista, pse nuk u përfshi Fatmir Limaj. Po du me ditë për unitetin në PDK dhe mos përfshirjen e Fatmir Limaj, një qëndrim tuin. Shiko, po besoj që kryetari Hamza ka dhënë një shpjegim, ndonjëherë ndodhin si me thonë, realizime të projekteve, ndonjëherë jo, ne kemi qenë shumë të shtyrë në projektin tonë, në, si me thonë, ato mini krisë matë që në ndodhen në mes, edhe kemi qenë shumë të koncentrum nuk kemi qenë të koncentrum me kriju aleancat të reja. Edhe mendoj si tillë kemi pas vendimin edhe nuk ka pas një vendim ndryshe që ne të ecim dhe të garojmë vetëm. Domethënë mendoj që nuk ka pas, si me thonë, një mendim strategjik që përfshirja e Zotit Limaj kishme, si me thonë, energjizu mjaftueshëm Partinë Demokratike të Kosovës, sepse edhe ajo na kishte marrë një kohë. Domethënë aty edhe kohë s'kishëm. Nuk patëm kohë. Mendoj që, kështu që unë e ku marru gjithmonë, shumë prej tyre kanë qenë kolegë që kemi punu bashkë, e ku marru sukses që të kene kam partinë e tyre, kam punu mjaft për partinë e tyre, mendoj që edhe hyrja e tyre në garë tregon që kanë qenë përgatitur, ata kanë dalë me listë, kanë dalë kështu që nuk ka pas këtu ndaj, si me thonë, ndaj pritje që nëse ne nuk i marrim ata nuk garojnë. Nuk ka pas një situatë tillë. Sot kjo qëntarme nuk do t'jem pjesë. Po unë menoj që, po shiko prap po thëmë, për neve sot me rëndësi nuk qëndron të këshyrim nga mrapa. Ne kemi edhe sloganin bashkë për para në kuptimin që t'jemi sa të shkojmë për para, të ecim për para, të shtym, të drejtojmë Kosovën drejt një orientimi për para. Kështu që e ardhmja çka është me rëndësi për neve është çka më bëu me çmime, çka më bëu me paga, çka më bëu me ekonomi, çka më bëu me energji. Domthonë për momentin këto janë prekupimet tona. Pra prekupimet tona nuk janë partijake. Nuk janë aparatohemi një ky parti me këtë parti, sepse mendoj qytetarët edhe janë lodh me ide që këtë diskutimet e mëdha shoqërore po ndodhin a u rahatu partia me parti. Apo mujnë kjo parti me fol me këtë parti, domthonë përçarja çaq e madhe që na kemi arrit që sukses penzojmë nëse përbashkohemi, a në realitet partitë janë
ndërtume, me garu dhe në fund me komuniku njëra me tjetrën. Kështu që për neve me rëndësi kjo situatë. Mendoj që Bedria simbolizon një person i cili arrin me i pru njerëz rreth idesë. Jo rreth si strukturë partijake, por rreth idesë. Edhe mendoj që idetë që ai ka paraqit, profilin që e ka, rezultatet dëshmuara që i ka, Partia Demokratike rezultatet dëshmuara që i ka, ekipin që e ka, e përmeni vetë Leo, ai ka bu vetë për zgjedhjen e 10 që ka qenë një kombinim strategjik, geografik të profilive e kështu me radhë, pra tregon që kjo punë është më se serioze, jemi të përgatitur për rezultat fitues, jemi përgatitur për një kandidaturë që i parafron njerëz në drejtim të duhur, pra në drejtim e që Kosovën përpara, dhe mendoj që këtu është koncentrimi jonë. Gjitha tjerat janë përfundu. Domthonë listat janë certifiku, s'kan me edhe shumë pak drejt votave, kështu që nuk na takon me hyjën të kaluamën. E përmene më herët që parashikimet i keni që do të korë një rezultat historik. Edhe që përmene edhe Leo, nuk ka dyshim që lista është bërë shumë me kujdes për zgjedhja rajonale, geografike, këtë këtu. Mirë po që të pritim për rezultat historik, a keni të bazume në diçka empirike, jeni të i bo matje të sakta, apo vetëm është kjo, themi ai, optimizmi që na përfrin gjatë zgjedhjeve? Mendoj që edhe kemi matje tona, edhe kemi, si me thonë, i e lexojmë pak terrenin. Shko, se tash kjo fushatat, për ju vetë e dini, fushatat janë organizëm veti. Domthonë nuk është diçka statike, nuk qëndron. Pra po kthehem te rezultati jam unë empirikisht në fillim fushatës kam qenë shumë ndryshe, në fund kam përfunduar shumë ndryshe. Mirë po ajo çka e shohim ne është që Bedri Hamza është ndoshta sot, politikani më i pëlqyer nga gjitha agrupacionet politike. Pra se të tjerët kanë bazë të cilët, se me thonë, zoti Kurti për shembull, vetëvendosja e lavdron, mirë po pjesa tjetër nuk e dojnë fare. Bedri Hamza qëndron të jetë një politikan që ka simpati në gjitha taburet. Kjo bazë të matjeve? Po, në gjitha taburet. Pra është më i pëlqyer se Albin Kurti? Po them që është tash po them se ky fjalë, po them që është në tërësi në Kosovë është politikani i cili është jashtëzakonisht shumë i pëlqyer. Dhe është i pëlqyer për shkak që është i dëshmuar. Është e bazuar, edhe kjo e ndikon fushatën. Njerëz kanë besim që nëse thotë zoti Hamza, që 50% rroga do të rriten në të gjitha ata që marrin pagë nga buxheti i Kosovës, njerëz janë të vetëdijshëm se kemi të bëjmë me një politikan i cili e ka dëshmuar që mund të arrijë një gjë të tillë sepse ka arrijë të kaluamën. Pra arrin me thonë, arrin me kalkulu dhe arrin me ekzekutu. E dim po ashtu që dhe po një diçka tjetër çka është, si me thonë, është që e ka mbas veti po ashtu një ekip të jashtëzakonshëm, të cilët jemi të shtrirë gjeografikisht, siç thatë, edhe ju në Prizren, në Ferizaj, në Mitrovic, në Prishtinë, e kështu me radhë mos t'i përmeni gjitha, ku ka fillu me ungrit ideja që Partia Demokratike e Kosovës është një parti e cila ka sot një kandidat që me përvojën e tyre dhe me përvojën e kandidatit janë të dëshmuar që mund të arrijnë rezultatet. Dhe çka po i mundon sot njerëz? Na e dim sakt. Domthonë gjithë e dim, nuk ka nevojë për mohotje. Çmimet jashtëzakonisht larta. Faturat e rrymës. Parat të cilat janë zhvlerësuar, inflacioni i madh. Dhe ne e dim, inflacioni është një kvotë, inflacioni është prindi i varfërisë. Domthonë e lind varfërinë. Këta po thonë kur pare s'kena pas më shumë. Po tani ata nuk kanë pas kur më shumë, është e vërtetë. Nuk kanë pas kur më shumë. Qytetari, si klasë politike nuk kanë pas kur më shumë. Kjo ka mujt me shku tu thellu kriza, ama para se me fol për çastin se kërgja do çështja ushtruan. E para mbi atë që e përmendet në fillim, që lëvizja vetëvendosje është shndruar në një organizatë bullizuese që ofendon të tjerët, edhe kjo ka të bëjë me identitetin e partive dhe taboreve partijake që ekzistojnë në skenën tonë politike. Ju nëse jeni kundër asaj qasje,
Ju e dini që së fundmi një eksponent i naltë i PDK-s ka përdorur të njëjtën qasje, të njëjtën gjuhë për fjalët që i është drejtuar një deputetës Adriana Matoshi, edhe që zbën as na zongoja atë fjalë. Domethënë, nëse ka një qasje që zbën me u pranu, duhet mos me u pranu nga të gjitha palët. Për qasjen bullizuese dhe ofenduese për identitetin që përfaqësojnë partitë politike sot. Kjo për mos polarizimin, edhe për qasjet strategjike në fushat, që na i apelojmë qytetarëve me të drejtë mbi mirëqenien e tyne, ose të mos pasunit mirëqenie për shkak të shtretimit të çmimeve, energjisë elektrike, faturat e larta e kështu me radhë. Kjo ka shumë me shku të u thellu, ama nuk po e besoj unë që është qaq, se me thonë e rëndësishme që e ndron rezultatin, sepse Bedri Hamza, po ashtu ka qenë kandidat në zgjedhjet e 9 shkurtit, po ashtu e ka pas të njëjtën strategji dhe ka apelu në të njëjtën qasje. Po nuk ka prodhu ndaj rezultat se me thonë signifikant që mundet me ndryshu lojën politike mrana asaj që tashmë jemi dhe po nuk shkon politika çështë ti pa. po veç tash Çu shpe thu ti, çu shpe definon ti nuk shkon politika çështë. Po intervenoj, por me mund pak me asë nuk shkon. Me këtë qasje po të them unë s'kisha garu kurrë në Prishtinë. me cilën qasje? Me qasjen që unë mu njerëz më kam pa, më kam provu edhe nuk çka me garu, çka ku me ndrrune. Situata ndrën. Njerëz kur të votojnë një herë, ka shumë njerëz edhe në kohën e kaluar që kanë qenë afër me votu zotin Bedri Hamza, po ndoshta se kanë votu. Nuk kanë qenë shumë afër. Veç kjo ka një edhe një çështje këtu. Po, veç. Hajde. Mrana shpjegimit për mirëqenien, për rritjet, se më thonë, në dimenzion ekonomik e social që mundën me ndodh, këtu ka pas një blokad 10 mujore që qytetarët duhen me pas një përgjigje. Tash, e vërtet që qasja mundet me qëndru e njëjtë, po në terren ka ndryshu situata, mundet më thëllu kriza, unë nuk e përjashtova këta. Që po dhe shka po manoj, s'ka lidhje. Ama blokada 10 mujore dhe deklarimet e zotit Hamza mas blokadës 10 mujore, që na nuk kemi vijat të kuqe dhe vijat e kuqe janë të dëmshme për venin, i pjen që ka një 10 mujorsh që i bën përgjegjës partitë politike për këtë situatë. Unë to thash, ndron tereni. Kjo dhe ishta me tonë, që ndron tereni nga hera kalun kur ka kandidu zoti Hamza, 2 gjëra menoj që janë përkecu. E para, klima është bo edhe më përqarse, çështja e bashkëpunimit ndërnjerëzor, se jo më veç ndërpartijak, po ndërnjerëzor në shoqëri është përkecu, e furnizuar nga një klim kokforte, kryeneqe e partisë që ka marrë numrin më të madh të deputetëve në kuvend. Ne e dim atë. Ma e kemi po emrin e Albolina Haxhiut me mujtë të tërë, edhe pse ne e kemi luajtur rolin tonë. Kemi shku në takim, nuk ka qenë lehtë me shku në takim sepse në studio ti kritikohesh, a çashtu? Ti po kritikohesh në studio edhe pse po shkon me boni takim që është normal për neve kulturë politike. Dhe kemi kërkuar që ndrohet kandidati të ecën përpara kështu me radhë. Nuk o pranu. Pra, çfarë po duhet thonë është që sepse në thelb është modus operandi, është një formë e veprimit të lëvizjeve vendosje që nuk dojmë bashkëpunim as në shoqëri, as me njëri tjetrin, as me asë kush do që menon ndryshe nga ne. Dhe dallimi është shumë i madh me zotin Hamza, edhe kandidaturën tonë dhe filozofinë tonë, që ideja që ti mendon ndryshe mund tjetë në shfrytëzim në qeveri tonë, në qeverinë e zotit Hamza. Pra, si është e mundër që asnjë amandamentim buxhet nuk të kalon për opozitës. Asnjë. Çfarë do lloj ide të mirë ti që e ki nga opozita, mund t'jesh për çfarë do, fëmijët e posalindur. Nuk ta pranojnë. Nuk ta pranojnë. Pra, kjo është dhe çka kemi pa në kuvend është rezultat i një mendimi politik të zotit Kurti, cilin kemi me pa prapë nëse japet mundësia sado që mund me blloku. Përçarja, kriza, jo stabiliteti, ka me qenë po ashtu vota ndaj zotit Kurti. Në fund, ai mund me ta marrë votën ty për gjithçka. Mund me thonë ama votën për këtë, ama për atë, ama për këtë, ama për këtë. Çka ka me prodhu si politik, ka me qenë më shumë përçarje,
ma shumë krizë, ma shumë jo stabilitet. Ti ndoshta hap votën me një qëllim mirë, ti mendon që po hap votën. Çka o dallimi mes neve? Është që votën të cilën jep Bedri Homzës është stabilitet, është rritje mirëqenies, 100% e din çfarë prodhimi kime pas. Çto dallimi shumë i madh kur ti vendos në kutinë e votimit që vota jote a do të më ta dhon prodhimin që ti e pret, rezultatin që ti e pret si votues. Pra, nëse ti voton krizën, jo stabilitetin, edhe na kemi pa për 10 muaj, një krizë, një jo stabilitet, një kokëforci. A mendon në kontekst pyetjes së Dibranit, a mendon që ky 10 mujor mundet me qenë ai që bën dallimin në favor të Bedri Homzës për shkak të këto po thonë ka ndru tereni. Çto po thonë? Po besoj se gjatë këtyre 10 muajve ka ndru tereni. Po, në disa gjëra, në dy, në kuptimin e politikës, pra të përçarjes dhe që zoti Homza sot përçon një mesazh unifikues të bashkimit njerëzve, të mos ndarjes së komunave, qytetarëve të komunave për cilës komunë, qeverisat për një komunë tjetër, këta s'bojnë me neve. Pra nuk e përçon atë mesazh. E çon përçon mesazhin që të gjithë duhet të gjithëve pa dallim në Kosovë. Shteti duhet të jetë për kujdesje për ta, qeveria duhet të jetë investive për ta. Nuk duhet me pa sektorin e biznesit të ndyt, ndërmarrësit, kush janë këta. Nuk duhet me pa arsimtarët e profesorët të ndryshëm që po na bojnë greva, janë kundër neve. Nuk duhet me pa mjekët atje që nuk po mujnë me dhon hemodializën, shërbimin e hemodializës, po na sabotojnë. Pra, në çdo pore të shtetit, shoqërisë, ku nuk po funksionon për shkak paaftësisë të qeverisë, çka po bëhet është ajo po kthehet një gjuhë përçarëse ndaj tyre, një gjuhë që po i sulmon. Dhe modeli zot Homza, dhe modeli zot Homza shumë themelore. Ndoshta unë ja veç uran një çështje. Do thon kur e përmend 7-8 herë 10 herë, ma në pak minutash përçarjen, pyetja jam se na folin në miniaturë se këto janë të rëndësishme të gjitha temat ekonomike, sociale. Apo bënë pyetjen si nga i kamuflon pyetjen në makro, le të flasim në identitetin e dy taboreve. Çfarë e pyetën? PDK, VV, jo, vesh nuk u përgjigj. Jo, ndoshta ose kuptova Debran. A mundet me u mbi vendos Bedri Homza mbi atë që përfaqëson Sami Lushtaku dhe gjuha e tij? Kjo është dhe Albin Kurti nëse dësh me hinë përçarje dhe polarizime. A më jep të them diçka. Se partit fole për që e ka bëu zoti Kurti një sulm ndaj meje, ka bëu sulm ndaj meje. Sulmet komplet për dy taboreve në Prishtinë kanë qenë veç me Sami Lushtaku. Me kur gjë në Prishtinë nuk kanë bëu sulme. Komplet sulmet e vetvendosjes dhe LDK-s në Prishtinë kanë qenë me Sami Lushtaku, i cili nuk ka pas asnjë lloj lidhje me qeverisjen Prishtinë. Asnjë lloj lidhje. Shikoni, unë po duam ju thon diçka. Pse kthehet në skenë? Kthehet për me Çka përfaqëson zoti Homza për shërbimin e vet publik që e ka bu në Mitrovic. Unë nuk muj me ndrru propagandën e studiove televizive të disa eksponentëve të VV-s që dalin thonë në Mitrovic ka vendos kë. Këtë Kosova e din. Ose të paktën ata që kanë qenë, që kanë marrë informatën. Unë kam qenë në qeveri me zotin Homza, kur zotin Homza ju ka thonë gjithve, komplet, edhe krerëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Diçka kur thëmë zbën, pik, edhe se bëj. Pra na nuk jemi të folë këtu një situatë, e njëjtë kom për mu, unë i kom thonë njerëzë në Ministri Shëndetësisë, kur kom vendosën, unë e kom qitë pikën në nshkrimin gjitha. Nuk kem këtu ne tani, ky është taj, unë pra po këthejem. Një pozicion përqarë që na ka ndodhë, është një lajmë i mirë. E pot vetë, zotin Bedri Homza e priti fatën pecin. A e pot në zyre. Kultura e ti politike është ka po i vynë votusit sëtë. është ka i vynë votusit. Ta është na mujna full propagandë, kënej propaganda, nej. Po, kush e shtini me buat atë veprim? A shtina una? Jo, kush e shtini? Kur kush? Çka të regoj? Po, Samia e ka zgallon prite. Do me thonë, ose çka po du me thonë është, çka ne përfaqësojmë si parti politike në këtë fushat, që ndron kjo që pa e shini. Që jemi të dedikuar, që politika, votën që e marrëm për qytetarit, ta rezultojmë në politika që bashkon shoqërinë dhe shtyjmë përpara në kuptimin e mirëqenies, në kuptimin e zhvillimit ekonomik, në kuptimin e sigurimeve shëndetësore,
në kuptimin e arsimit, pra në politikat të cilat gjenerojnë për të mirën e qytetarëve. Shikoni, veç për mbyllje edhe qëto, Ilir, kërkoj falje se ti ke i qetë, kërkoj falje shumë. Shiko, unë kam qenë vetë ministër. Për 4 vite, Moskovsha ka bim buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë është 700-800 milion euro. Sektorit shëndetësisë. Apo kuptoni që na hemodializa që shërbim që kërcënon jetën nëse nuk jepet, është përgjysmu për shkak specifikave të nderave. Për herë të parë në historinë. Banat për kancer, njerëz dalin marrin mbledhin para për me i pagu. IVF-in e proklamun, nuk gjon shërbime. Familjet mbesin me një ide, vota që ka o dhonë, edhe po tentohet mu marë prapë, nga kjo qeveri, është na votoni iden, nuk realizojmë.